A është e lejuar që gjatë farzit në sejdë të bëhet dua në gjuhën shqipe? Gjithashtu përgjigje për këtë ka dhënë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur thot: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu ma'a rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi min ad-du'a, innahu qaminun an yustajaba lakum." Gjëja që njeriu është më afër me Zotin e tij është çasti kur është në sejdë. Për këtë arsye kur të jeni në sejdë, bëni sa më shumë dua Zotit tuaj, sepse ka shumë mundësi që Allahu të përgjigjet lutjes tuaj. Atëherë çështja është shumë e thjeshtë. Ka thënë bëni sa më shumë lutje. Dhe nuk ka thënë gjuhën arabe. Ashtu do të obligojë gjithë ummeti të mësonte duat në gjuhën arabe, e për këtë s'ka thënë asnjë prej dietarëve të Islamit. E kanë ndaluar lutjen në gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe Hanefit dhe një pjesë e dietarëve Shafi'i. Janë argumentuar me argumente të përgjithshme se Kurani ka zbrit arabisht dhe se lutjet profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam i ka bërë në gjuhën arabe. Dhe na ka mësuar që namazin ta marrim prej tij sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sa pjesa tjetër e dietarëve, dhe ky është mendimi më i drejtë, inshallah taala kanë lejuar dhe kanë thënë se Kurani ka zbritur arabisht. Dhe pse profeti sallallahu alaihi wasallam është lutur në gjuhën arabe, nuk do të thotë që njerëzit e tjerë duhet ndalohen nga lutja në gjuhën shqipe. S'ka asnjë argument kanë thënë që tregon se namazi prishet dhe Allahu e din më së miri.